Ishte Ramazan, armiku sulmonte, 3.000 agjërueshëm ball për ball luftonte, e deshti Allahu iftarin se priti, ra dëshmor Zahir Pajaziti. Po thot Edmond Hoxha, Hakif Zejnullahu, me kismet do t'bajm iftar te Allahu, dora e tradhtis pa prit na sulmoj, kthehemi te ai që na krijoj. Hurmat në përgjepa, dëshmorve ju gjetën, të 3 agjërueshëm përfunduan jetën, prita e armiku t'erdhin pa besi, në gjennetu pafshim o vllazni. Hasmit e tradhtarët mos të rahatohen, se një lamaz vete plot që po betohen, shumë gra edhe burra janë gati me vdek, këmba e shkaut këtu ma mos me prek. Zahir Pajaziti, Hakif Zejnullahu, bashk me Edmond Hoxhën shkuan te Allahu, Ramazani fundit syfyn shpi me ba, e iftar te Zoti inshallah.